Në qendrën shëndetësore me shërbim 24 orësh në Këlcyr, gjatë viteve 2024-2025 janë evidentuar 2 raste me kancer gjiri të diagnostikuar në fazat e para të sëmundjes. Mjekja Entela Ibrahimi bën të ditur se fal kontrolleve të rregullta dhe ndërgjegjësimit të shtuar, këto raste janë kapur herët. Kemi pasur vetëm 2 raste të reja, të cilat kanë qenë të grup moshave 60 vjeç e sipër dhe këto janë zgjidhur mirë sepse janë kapur herët, janë diagnostikuar dhe janë dërguar për ekzaminime të mëtejshme, fal edhe mamografisë që ka qenë instaluar pranë qendrës tonë shëndetësore muaj të vitit të rreth nga 15 ditë në vitin 2024 dhe 2025. Plus kësaj nga mjekët e familjes së qendrës tonë janë dërguar në Spitalin Rajonal Gjirokastër për të nënshtruar mamografisë. Ka shumë vajza të reja, gra dhe moshat dhe më të mëdhaja se 60 vjeç që vinë vetë pranë qendrës tonë shëndetësore dhe pranë mjekëve për të ekzaminuar dhe për të pyetur për kancerin e gjirit. Në 4 vitet e fundit janë regjistruar 2 raste me kancer gjiri tek meshkujt. Ka pasur për 4 vitet e fundit 2 meshkuj të prekur, por dhe këta janë kapur herët, sepse kapja e herët në kancerin e gjirit është një favor shumë i madh dhe është një sëmundje që nëse kapet herët, ajo të fal jetën dhe ecën shumë mirë. Ka dhe raste të vogla, por ka edhe tek meshkujt. U bëjmë apel të gjitha nënave të reja, vajzave, grave dhe meshkujve që të vetë kontrollohen, se vetë kontrolli i gjirit është hapi i parë që i shpëton nga kanceri i gjirit. Ndërkaq nga bluzat e bardha bëhet e ditur se femrat mbi 35 vjeç tregojnë një angazhim më të madh për shëndetin e tyre, duke kryer mamografi, ndërsa falpunës së infermierëve të promocionit shëndetësor është zbehur ndjeshëm tabuja që shoqëronte dikur vizitat mjekësore.